Blerta Hasi sot u nderuat me një mirënjohje nga shoqata atletikës për kontributin e dhënë në vite për ekipin e atletikës vllaznisë. Besoj që gjithmonë është kënaqësi kur merr një vlerësim. Shumë kënaqësi, sepse është një dekadë që kam dhënë mundin dhe djersën në këtë vend. U nderuat ju, por edhe motra juaj, Amelieta Hasi, një familje sportistësh. Po, motra ka qenë më e mirë. Faktikisht motra është nismëtarja e historisë sportit në familjen tonë. Unë isha shoqënuesja e parë e saj dhe është fakti që nga shkollat e stadiumit më ka qenë pikërisht për sortetit pjesëdarit dhe më ka kalu në pistë vrapimit. Vazhdo me motrën tonë. Dhe unë vazhdova me rezultate mjaft të mira. Kujtuat ndoshta të parin, ai që ishte iniciatori, Fetit Dizdarin, po besoj që vend në karrierën tuaj kanë trajnerë të tjerë që kanë punuar me ju. Pafund. Respekt e pafund. Jo vetëm për mësimet që na kanë dhënë për sportin, për korrekcinë, për edukatën, për fisnikrinë që na ka dhënë profesor Bildan Tufi, Pierin Tafili. Këto kanë qenë dy trajnerë të mi që kanë shumë vlerë në ndërtimin e vlerëve të Hasit. Cili ka qenë momenti më i veçantë i karrierës tuaj sportive? Shumë i bukur ka qenë kampionati i parë, ku unë kam thyer edhe rekordin e 10 vjeçarëve në kërcimin slarti. Kam marrë pjesë në 3 gara dhe në të 3 gara dola e para. Ishte shumë e bukur. Kjo si fillim, por edhe mbyllja, sepse unë kam lënë në kulmin e karrierës time sportive, 20 vjeç në sportin, e kam mbyllur me kampionatin që u zhvillu në Lubjan, ku edhe më isha 20 vjeç. Je penduar që e mbyllët atëherët? Shumë. Por rrethanat vinë kajherë për me bë diçka, për me bë gjëra shumë më me vlerë ndoshta se sa sporti, sepse ajo gjë që mbani me ndërprej, mbani me vazhdu përsëri, ndoshta mas 10 viteve edhe herë jam futur karrierës time si mësuese e edukimit fizik dhe trajnere, sepse sot jam instruktore në një palestre. Gjithsesi, besoj që vitet atletikës konsiderohen ndoshta më të bukura të jetës tuaj deri tani. Po. Edhe për vetë faktin, sepse na kena bërë sport në një periudhë ku shoqet tona nuk dalshin as nga qyteti, ndërsa na kena shëtit Shqipërinë, por edhe Ballkanin gjatë kësaj periudhe. Dhe nuk ishte pak. Cilin konsideroni momentin më të veçantë karrierës tuaj sportive? Atë që ndoshta ka qenë ndoshta edhe më i suksesshëm. Nuk di me dallu. Unë kam bë ndoshta fiziku jem, po kanë ajo që më ka bë me ndryshu, sepse unë kam kanë një përcyse në field, por të pas edhe motrën time, që ishte 3 vjet më e madhe, gjatë vitit të ekipeve zinxhir, ajo delte e para në gara në kërcimin slarti, unë delsha e para. Por kur bashkuem me tritonat, delta ajo e para, unë e dyta. Dhe unë kam rrugar, kam zëvendësu vlerën rregull në kërcimin 3 hapsh dhe unë delsha e para në kërcimin 3 hapsh, ajo delta e para në kërcim slarti për me fitu rrugën që ishte shumë e rëndësishme në dalja shtetit. Emocione, fitime shumë të bukura. Por jo vetëm si kërcyse slartit, kërcim 3 hapsh, por kam qenë edhe 7 gariste. Kjo vetëm për me dhënë pik ekipit vllaznisë, pra kam qenë një sportiste shumë dimensionale, si unë si motra. Një vllazni e viteve të arta, edhe ajo e viteve kur keni bërë ju sport. Unë sot jam jo vetëm për motrën time dhe për vedi, por jam përfaqësuese e shumë vajzave që kena qenë për një dekadë. Anilën Vneshta, Denatën Vneshta, Valbona Ura, Merita Ramani, Albana Kavaja, Viola Aho, Endjera Diana Gjini, janë të gjitha kampione dhe rekordmene që nuk ju përmendet as emri. Më vjen shumë keq dhe unë sot gëzoj, emocionohem edhe për ta.
Dhe kjo mirënjohje besoj që ju ka emocionuar sot dhe e ndani bashkë me këto shoqet tuaja? Shumë, po tjetër, ato e meritojnë të gjithë se cila prej tyre me kanë vendin. Faleminderit.